E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një video që qarkullon lart e poshtë, një video që përflitet jashtëzakonisht shumë, mes një marrëdhënies së fshehur të Selin dhe Mateo. Tani, duke i parë qëndrimet e Selin dhe Mateo, njerëzit, qytetarët, ndjekësit kanë filluar që të krijojnë një bindje, apo në shumë fanbase të ndryshme, në shumë Instagramet të ndryshme, ka filluar që të krijohet një bindje që Selin dhe Mateo kanë pëlqim për njëri tjetrin. Tani le të analizojmë pak qëndrimet e tyre. Në qoftë se Brikena është e hidhëruar me Mateon dhe ka ngritur disa doza xhelozie kundër drejt tij për Selin, që ka një pëlqim domethënë në këtë rast ndaj Selin Mateo, mua më duket pak jo normale. Do të thoni pse? Sepse fillimisht një herë Selin është brenda asaj shtëpie dhe Mateo ishte pjesë e grupit të saj. Domethënë Mateo është miku më i afërt i Gimbos, ishte pjesë e grupit të Selinës dhe ato të dy, me natyrën e tyre, me sensin e humorit që kanë një lloj kimie interesante që po, nëse do të ishin çift, do të ishin shumë të lezetshëm se do të qeshnin pafund, por ka një lloj kimie shoqërie. Unë më së shumti e shoh një shoqëri se sa e shoh një kimi dashurie, me thënë drejtën. Nuk më jep mua kimi dashurie, sepse kimia dashurisë është krejtësisht tjetër gjë. Tani, nëse Mateo e prek Selinën ta gjuan në pishin, është një marrëdhënie shoqërore që ato të dy kanë ndërtuar. Nuk do të thotë që Mateo po qëndron me Brikenën, është në lidhje me Brikenën, ka ndjenja për Brikenën dhe nuk duhet që t'i afrohet as pak Selinës dhe nuk duhet që të ri me Selinën as pak. Tani, pjesa e dytë është pse Selina nuk e thot asnjëherë të vërtetën. Selina nuk e thot asnjëherë të vërtetën sepse Selina dëshiron që të faktorizohet nga kjo situatë, domethënë dëshiron që të faktorizohet nga kjo histori dhe normalisht e ka në interes, e shikon që publiku është duke, domethënë banorët janë duke u marrë me këtë gjë dhe realisht në të gjitha dimensionet banorët merren me Selin. Tani, në qoftë se Selin shkon ulet tek divani pranë Mateos dhe Mateo shkon ulet pranë Selinës dhe nuk ulet pranë Brikenës, kjo nuk do të thotë që Mateo ka pëlqim për Selinën, por thjesht domethënë është e momentit thjesht edhe që ulet. Unë kam kuptuar te Mateo që është edhe një djalë pak pa filtra, domethënë nuk i mendon këto gjërat aq gjatë në këtë aspektin. Unë mendoj që Mateo kishte një lloj pëlqimi për Brikenën të jashtëzakonshëm, kishte një lloj ndjenje për Brikenën të jashtëzakonshëm dhe e ka këtë ndjenjë. Nuk do të thotë që Mateo ja mori puthjen Brikenës edhe e gënjeu dhe e la në rrugë, nuk e shoh të tillë, po thjesht domethënë e shoh si një marrëdhënie që Brikena mban inat, Mateo mban inat, asnjëri nuk e merr dot atë, si ta themi, nuk e merr dot atë hapin e parë për ta qartësuar marrëdhënien e tyre, që të dy rinë domethënë me mendime, që të dy rinë me inate, që të dy rinë me mlefe dhe duke ndenjur të dy me mlefe dhe me inate, normalisht nuk po gjejnë dot paqe në këtë marrëdhënie. Por që Selina ka ndjenja për Mateon dhe Mateo ka ndjenja për Selinën, unë mendoj që Selina po të kishte ndjenja për Mateon e ka pas kohën në shtëpinë e Big Brotherit për të marrë vëmendjen e Mateos, për të marrë ndjesitë e Mateos, për të marrë fokusin e Mateos. Në ato ditë kur Mateo ndjeshte i thyer i vetëm, ndjeshte i shkatruar shpirtërisht nga Brikena, ndoshta në atë kohë Selina kishte kohën për ta marrë nga ai, por siç duket Selin nuk është se shikon Mateon me atë sy. Ndoshta edhe nuk është se kanë kap me aq seriozitet, domethënë Selina dhe Mateo këtë gjë, sepse ndoshta mendojnë që publiku jashtë nuk i paragjykon me këtë sy, por realisht paragjykohen me këtë sy dhe mendoj që në momentin që Selin do ta kuptojë që po përflitet jashtë, atëherë ajo do të ndryshon krejtësisht qasjen me Mateon. Por në raportin me Brikenën, unë e shoh që të dy kanë inat dhe nuk tolerojnë asnjëri që të binë në tokë për të ndërtuar lidhjen e tyre siç ishte.